Presionet politike ndaj sistemit të drejtësisë në Shqipëri duhet të ndalen. Këtë mesazh dha ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton Silvio Gonzato gjatë një interviste për Deutsche Welle, teksa theksoi se reforma në drejtësi është nga arritjet më të larta të vendit. Ne kemi thënë se në të vërtetë gjyqësori dhe sistemi gjyqësor janë bërë më të qëndrueshëm ndaj këtyre sulmeve, edhe sepse është një sistem i pavarur. Por megjithatë, mendojmë se këto sulme nga politikanët dhe ndërhyrja politike janë diçka që e shohim me shqetësim. Është diçka që nuk duhet të vazhdojë. Kryediplomati i Unionit në Tiranë komentoi edhe çështjen e fondeve të IPARD-it, ku shpjegoi se vendi ynë nuk i ka dhënë ende siguri Bashkimit Evropian në mënyrë që të marrin parat. Ne nuk mund ta bëjmë këtë nëse nuk kemi gjithë garancitë e mjaftueshme se parat po menaxhohen siç duhet dhe presim që qeveria shqiptare ta marrë seriozisht këtë. Pra, topi tani është ende në fushën e qeverisë shqiptare për ta vlerësuar këtë raport auditimi dhe për ta siguruar Brukselin se masat që kanë marrë janë të mjaftueshme që ne të rifillojmë ndihmën financiare në kuadër të IPARD-it. Puna e bërë për përshtatjen e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian për numrin 1 të diplomacisë europiane është e mirë, ama nuk duhet të shkelet transparenca. Në këtë kontekst, është gjithashtu e rëndësishme të nënvizohet një gjë, sepse po punojmë nën presion të madh, por mendoj se është e rëndësishme që të mos e bëjmë këtë në dëm të transparencës, përfshirjes që miratimi i ligjeve dhe masave të bazohet në një debat të hapur, ku njerëzit të kuptojnë çfarë po bëhet. Ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato komentoi edhe vizitën e anëtarëve të Komisionit për Punët e Jashtme të Parlamentit Evropian në Tiranë. Për Gonzato, eurodeputetët dhanë mesazhe të qarta për punën që duhet të ndjek Parlamenti shqiptar.